Viti 2025 u mbyll mes punimeve në infrastrukturë dhe projekteve që synojnë të ndryshojnë hartën e transportit në vend. Nga segmentet e rëndësishme rrugore të avancimi i disa projekteve hekurudhore, sektori transportit ka qenë ndër më të financuarit e vitit. Por a mjaftojnë këto zhvillime për ta quajtur 2026 vitin e transportit modern? Le të ndalemi më konkretisht në secilin prej tyre. Një nga projektet kryesore është zgjerimi i autostradës Tiranë-Durrës. Punimet në 5 kilometrat e parë tashmë kanë hyrë në fazë të avancuar, ndërsa në muajin shtator u shpall dhe fituesi për fazën e tretë të punimeve. Me një ofertë prej 1.97 miliard lekë, Autoriteti Rrugor Shqiptar ka shpallur kompanin fituese për fazën e tretë të zgjerimit të autostradës Tiranë-Durrës. Kontrata është fituar nga kompania Al Building, teksa në garë morën pjesë dhe 13 kompani të tjera, 7 prej të cilave u skualifikuan. Kjo fazë përfshin ndërtimin e nyjes që lidh rrugën e Laknasit me projektin e zgjerimit të autostradës, teksa në dokumentet e tenderit specifikohej se zona ku kërkohet të realizohet ky projekt është një zonë me zhvillim të lartë industrial dhe së fundmi edhe me zhvillim të rëndësishëm urban. Aktualisht është duke u punuar për zgjerimin e autostradës në 5 kilometrat e parë, që nisim pak pasi kalon kthesën e Kamzës deri në mbikalimin e Rinasit dhe pas zgjerimit të autostradës, shpejtësia e lejuar për qarkullimin e automjeteve do jetë 90 deri 140 km/h. Sipas projektit, autostrada do shtohet me nga 2 korsi në secilin ka lëvizjeje, duke bërë që në total të arrihet në 8 korsi. Kosto totale për ndërhyrje në 5 kilometrat e parë arrin në 3.44 miliard lekë apo rreth 34.4 milion euro me të vëshë. Referuar dokumenteve zyrtare, punimet në fazat 1 dhe 2 parashikohet të zgjatin 19 muaj nga momenti i nënshkrimit të kontratës, çka do të thotë se do të mbyllen në pranverë të vitit 2026. Megjithatë, më herët përfaqësues të Autoritetit Rrugor Shqiptar kanë deklaruar për televizionin Skan se qëllimi është që të përfundohet më herët. Ndërhyrja në këtë aks rrugor synohet të sjellë një përmirësim në drejtim të trafikut, që aktualisht paraqet probleme të shumta. Kjo jo vetëm për qytetarët, por edhe për bizneset që operojnë përgjatë saj. Ndërsa punimet në autostradën Tiranë-Durrës vijojnë në disa faza, një tjetër hallk strategjike për transportin kombëtar është duke u ndërtuar. Bypassi Tiranës, i cili synon të shmang trafikun tranzit në kryeqytet. Gjatë vitit 2025, Autoriteti Rrugor Shqiptar nënshkroi 2 kontrata për këtë segment me vlerë totale 5.9 miliard lekë. Kontratat përfshin ndërtimin e rrugës Kashar-Nyja Vaçar 1 dhe 2, pjesë e një prej projekteve më të rëndësishme rrugore në vend. Kjo pasi bypassi Tiranës synon të lidh drejt për drejt autostradën Durrës-Tiranë me atë Tiranë-Elbasan, duke shmangur hyrjen në kryeqytet. Me gjatësi prej 21.6 kilometrash, kjo rrugë do përshkoj pjesën jugore, jug-perëndimore dhe perëndimore të Tiranës, duke filluar pranë qendrës tregtare City Park në Kashar dhe duke përfunduar në Mullet, në kryqëzim me autostradën Tiranë-Elbasan. Traseja do ketë 2 korsi në secilin drejtim, një gjerësi prej 10.5 metrash dhe do lejojë shpejtësi deri në 120 km/h. Rruga do kalojë në një teren fushor dhe kodrinor, duke përfshirë ndërhyrje të thella teknike, si ura të 2 fishta mbi lumin Erzen, ndërtim të një tuneli të ri në Rogozhin dhe vendosjen e 3 nyjeve kryqëzimi. Sipas dokumenteve të tenderit, gjurma e rrugës përshkon zona bujqësore, përfshi fshatrat Allgjat, Picall dhe Stërmas. Për të ndikimin e qarkullim, bypassi pritet të sjellë dhe përfitime mjedisore dhe urbane, pasi duke shmangur kalimin e trafikut të rënd përmes Tiranës, pritet të reduktohet ndjeshmëndotja, trafiku i brendshëm dhe aksidentet në rrugët urbane të kryeqytetit. Ndërtimi i bypassit të Tiranës shënon për herë të parë dhe përmbylljen e të gjitha hallkave të autostradës Adriatiko-Joniane nga Miloti deri në Fier. Kjo pasi një nga lotët e kësaj autostrade përfshin një pjesë të bypassit të Tiranës. Ndërtimi i autostradës Milot-Fier, një nga projektet më të rëndësishme të infrastrukturës rrugore në vend, po ecën me ritme të ndryshme në 5 lotet e saj. Me një gjatësi totale prej 114 kilometrash, kjo autostradë është pjesë e korridorit Adriatiko-Jonian dhe përfshin lidhjen në një sër segmentesh që aktualisht ndodhen në faza të ndryshme ndërtimi apo tenderimi. Segmenti më i avancuar është ai Thuman-Kashar, me një gjatësi prej 21 kilometrash, ku punimet kanë përfunduar dhe është hapur për qarkullimin e automjeteve. Ndërkohë, 3 segmentet e tjerë, Milot-Thuman, Kashar-Lekaj dhe Lekaj-Fier, janë gjithashtu të kontraktuara për ndërtimin dhe kompanitë ndodhen në procesin e sigurimit të lejeve për nisjen e punimeve. Të 4 këto segmente do të realizohen përmes kontratave koncesionare. Ndryshe paraqitet rasti i bypassit të Tiranës,
i cili do ndërtohet me financim të drejtë për drejtë nga buxheti i shtetit. Ky bypass do ketë një gjatësi totale prej 21.6 kilometrash, nga të cilat 7 kilometra përkojnë me seksionin Kashar-Lekaj. Kjo pjesë e përbashkët nuk do ndërtohet nga koncesionari i segmentit, por nga kompania që do realizoj punimet për bypassin e Tiranës. Si rezultat, gjurma totale që do përfshi ky segment arrin në 33.6 kilometra, por vetëm një pjesë e saj është objekti i kontratës koncesionare. Ndërkohë, gjatë vitit 2026 pritet të fillojnë punimet dhe për një tjetër segment të autostradës Adriatiko-Joniane e më konkretisht aksi Milot-Balltre. Zëvendës Ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë Enkeleda Muçaj ka dhënë detaje mbi ecurinë e përzgjedhjes së kompanisë që do kryej punimet dhe lidhjen e kontratës për këtë segment. Për Milot-Balltrenë ne ndodhemi në fazën e vlerësimit të ofertave. Tu përmend fakti i dështimit sepse ndodh që procedurat edhe mund të ndështojnë. E rëndësishme është që praktikisht procesi po ecën përpara dhe ne shpresojmë që në mes të vitit që vjen të kemi fillimin e punimeve në këto segmente kaq të rëndësishme. Pra në kuptimin e financës dhe përdorimit dhe investimit do jenë kontrata me financim publik-privat. Gara koncesionare për ndërtimin e aksit rrugor Milot-Balltre u mbyll në muajin tetor, duke i hapur rrugë shqyrtimit të ofertave të dorëzuara nga kompanitë. Në total janë 3 kompani që kanë shfaqur interes, ndërkohë që nëse dhe kjo fazë përmbyllet me sukses, atëherë do vijohet me nënshkrimin e kontratës me kompaninë fituese dhe nisjen e punimeve për këtë segment të rëndësishëm pjesë e korridorit Adriatiko-Jonian. Gara koncesionare synon pikërisht gjetjen e një kompanie private që do ndërtojë aksin, një proces që sipas dokumenteve të tenderit parashikohet të zgjasë 30 muaj nga nënshkrimi i kontratës. Vlera totale e parashikuar e projektit është rreth 365 milionë euro pa TVSH, ndërsa kozgjatja e kontratës do jetë 35 vjet. Aksi Milot-Balltre është i gjatë rreth 17 kilometra. Një tjetër projekt i rëndësishëm është Korridori 8, për të cilin gjatë vitit 2025 u nënshkruan 6 kontrata krahas 8 kontratave ekzistuese. Ndërtimi i autostradës Elbasan-Lekaj do të kustojë 148 milionë euro me TVSH. Autoriteti rrugor shqiptar ka nënshkruar kontratat me kompanitë që u shpallën fituese e që do të zbatojnë punimet në 6 lotet e këtij aksi. Me nënshkrimin e kontratave i hapet rruga nisjes së punimeve, që sipas dokumenteve të tenderit do të zgjasin 24 muaj, apo thënë ndryshe të përmbyllen në dhjetor 2026. Ky aks rrugor ka një gjatësi prej 40.7 kilometra dhe kalon në rajonet Elbasan, Peqin dhe Kavaj. Ai nis në afërsi të ish kombinatit metalurgjik në Elbasan dhe përfundon në Lekaj në afërsi të Rrogozhinës. Elbasan-Lekaj është një nga segmentet e Korridorit 8, çka nënkupton se pas përfundimit të punimeve do jetë autostradë, ndërsa referuar dokumenteve të tenderit, shpejtësia e lejuar do jetë në intervalin 90 deri 140 km/h. Korridori 8 konsiderohet si projekti bërthami i infrastrukturës në vendin tonë, ndërsa aktualisht është duke u punuar edhe në 8 lote të tjerë nga Elbasani në drejtim të Qaftanës. Përveç avancimit të korridoreve kombëtare, viti 2025 shënoi përmbylljen e një prej akseve më problematike, e më konkretisht aksin Qukës-Qaflloç. Aksi u projektua në vitin 2009, teksa kredia e parë për financimin e kësaj vepre u firmos në shkurt të vitit 2013. Huaja midis Ministrisë së Financave në emër të qeverisë shqiptare dhe 2 institucioneve financiare, Bankës Islamike për Zhvillim dhe Fondit Saudit për Zhvillim, kapte një vlerë totale prej $150 milion. Punimet për ndërtimin nisën zyrtarisht në korrik të vitit 2015, ndërsa parashikimi ishte që rruga të përfundonte në 2019, por në shtator të vitit 2020 u deklarua se nevojiteshin dhe $105.8 milion, prej të cilave $56.8 milion për lotin 1 dhe 2 dhe $49 milion për lotin 3. Nevoja për fonde shtesë u argumentua me problemet e trashëguara të projektit. Kreditu miratua në vitin 2022, ndërkohë që për përfundimin e plot, ARSH lidhi dhe një kontratë me vlerë rreth €3 milion për lotin 1. Në dokumentet e tenderit të asaj kohe, thuhej se për shkak të rrëshqitjeve masive, rruga u dëmtua rënd dhe mbeti pa sinjalistik dhe element sigurie. Aksi rrugor Qukës-Qaflloç ka një gjatësi totale prej 43.8 kilometra. Ndërkohë, gjatë vitit 2025 u hap dhe një kapitull i ri në drejtim të rrugëve me pagesë, me nisjen e aplikimit të pagesave për rrugë në tunelin e Llogaras dhe në aksin Thuman-Kashar. Teksa rrugët me pagesë pritet të shtohen në Autoriteti Rrugor Shqiptar, parashikon të ngrej një platformë të integruar për menaxhimin, monitorimin dhe operimin e stacioneve të tarifimit. Ky dikaster ka hapur tenderin me fond limit rreth 120.3 milion lek
teksa në dokumentet shoqëruese bën me dije se platforma duhet jetë në gjendje të mbledhë dhe analizojë të dhëna mbi vëllimet e trafikut, klasifikimet e automjeteve, shpejtësinë e automjeteve dhe tarifat e pritshme dhe të mbledhura. Aftësitë të dhënave të këtyre sistemeve dhe raportit duhet të lejojnë menaxhim më të mirë të operacioneve të tarifave, duke siguruar të ardhura maksimale, thuhet ndër të tjera në dokument. Përdorues të platformës do jenë Autoriteti Rrugor Shqiptar, enti kombëtar i operimit rrugor, si dhe koncesionarët ekzistues dhe ata të ardhshëm. Aktualisht janë 3 akse ku aplikohet pagesa për kalimin në rrugë, më konkretisht rruga e Kombit, rruga Thuman Kashar dhe tuneli Llogaras. Pashtu pjesë e sistemit do jenë edhe segmentet e rrugës Kashar-Lekaj, që janë në ndërtim, sa i takon entit kombëtar të operimit rrugor. Ai u ngrit me vendim qeverie, teksa Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë përfaqëson shtetin si pronar të 100% të aksioneve. Sipas vendimit e KOR, ka si objekt të veprimtarisë jo vetëm operimin e rrugëve me pagesë, por edhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së operimit, siç janë vendet e pagesës, prodhimin dhe shpërndarjen e biletave të pajtimit mujor për përdoruesit e rrugëve me pagesë, arkëtimin e tarifës e të tjerë. Paralelisht me rrugët, hekurudhat po kthehen në shtyllën strategjike të viteve në vijim. Viti 2025 u karakterizua nga marrëveshje financimi, nisje projektesh dhe plane konkrete për operimin e trenave pas shumë vitesh mungese. Projekti më i avancuar është Tiranë-Durrës-Rinas. Për këtë projekt gjatë vitit 2025 u mor një huashtesë prej 40.7 milionë euro që do të shkojë për ndërtimin e 8 godinave të stacioneve, si dhe për mbulimin e kostove të shtuara për kontratën ekzistuese. Duke realizuar pikërisht me këtë shtesë një seri ndërhyrje që kanë të bëjnë me rritjen e kostove të ndërtimit. Ka një mekanizëm të modifikimit të ajustimit të kostos, të cila ndërkohë ka sjellë një efekt në projekt për 29 milionë euro. Gjithashtu kemi një përmirësime cilësore në projektin fillestar, të cilat kanë ardhur pikërisht për ndërtimin e 8 godinave të stacioneve kurorore, sistemimin e shesheve të jashtme për gjatë linjës ekzistuese Tiranë-Durrës, si dhe linjës së re, që do të bëjë lidhjen me aeroportin e Tiranës, duke patjetër sjellë standarde të reja të zhvillimit qëndrueshëm. Ndërtimi i linjës Tiranë-Durrës-Rinas përfundon gjatë vitit 2026, por elektrifikimi dhe mbërritja e trenave për operimin pritet të përmbyllet në 3 mujorin e parë të vitit 2027. Për këtë qëllim, në muajin shtator u hap tenderi për komponentin e elektrifikimit, ndërsa trenat duket se do të blihen me para të buxhetit të shtetit. Me financim të brendshëm është parashikuar dhe kthimi i stacionit të trenit në Tiranë. Blerja e trenave për operimin e hekurudhës Tiranë-Durrës-Rinas duket se do mbulohet me fonde buxhetore, teksa në projekt buxhetin për vitin 2026 janë akorduar 350 milion lek për këtë qëllim. Referuar investimeve të detajuara, kosto totale e projektit përllogaritet në 1 miliard lek, teksa pjesa tjetër e financimit është parashikuar në vitet 2027 dhe 2028, me respektivisht 350 dhe 300 milion lek. Sa i takon këtij projekti hekurudhor në buxhetin e vitit 2026, janë akorduar dhe 400 milion lek për punimet që do kthejnë stacionin e trenit në Tiranë. Projekti kushton në total 1.8 miliard lek, ndërsa segmenti ka një gjatësi prej 4 kilometra dhe nis nga terminali i transportit publik pranë kthesës së Kamzës dhe përfundon aty ku ka qenë stacioni i trenit në kryeqytet. Aktualisht për përfundimin e kësaj linje janë duke u zbatuar 2 kontrata, një për ndërtimin e linjës dhe një për stacionet. Për kontratën e parë që përfshin punime civile dhe sinjalizim telekomunikacionin, sipas hekurudhës shqiptare janë realizuar 90% e punimeve dhe kanë mbetur për të finalizuar instalimet e brendshme në lidhje me sistemet e sinjalizim telekomunikacionit, që lidhen ngushtë me ecurinë e punimeve të godinave të stacioneve. Përsa i përket këtyre të fundit, aktualisht janë kryer rreth 25% e punimeve, ndërsa finalizimi i tyre pritet në maj të vitit 2026. Paralelisht për këtë vepër hekurudhore, është duke u zhvilluar tenderi me 2 faza për elektrifikimin, një procedurë që drejtohet nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Pas Tiranë-Durrës-Rinas, projekti më i afërt që pritet të vihet në funksion të mallrave dhe pasagjerëve është linja hekurudhore Durrës-Rogozhin, për të cilën gjatë vitit 2025 u sigurua financimi. Rehabilitimi dhe elektrifikimi i hekurudhës Durrës-Rogozhin pritet të përfundojë në vitin 2028. Afatet janë bërë me dije nga zëvendës Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë Enkeleda Muçaj, gjatë diskutimeve të marrëveshjes së grantit 60.5 milion euro nga Bashkimi Evropian për këtë projekt hekurudhor. Afatet e zbatimit projektit të cilët përfundojnë në vitin 2028, të ndarë dhe të listuara në veçantë si punimet kryesore, punimet elektrifikimit dhe menaxhimi i projektit, pra brenda vitit 2028 ne mendojmë që të kemi zbatim të plotë të këtij projekti. Përcaktoni mbështetje për korridorin 8 që do të lidh pikërisht Italinë me bregun lindor të
të themi të Bullgarisë dhe pikërisht me detin e Zi dhe të përfshirjes së Shqipërisë pra në atë që quhet zhvillimi i infrastrukturës multimodale në vend për një nga rrjetet, ato e korridorit, i cili ndërkohë vetvete do të mund të sjellë një seri elementesh pozitiv dhe në mënyrë të qartë pikërisht një mundësi për transportin e mallrave dhe të pasagjerëve. Granti shoqërohet me një kredi prej 30 milionë euro nga Banka Evropiane e Investimeve, që do ndihmojnë në modernizimin e linjës hekurudhore prej 34 kilometra, ndërkohë që për realizimin e plot të projektit do akordohet dhe një kredi me vlerë 30 milionë euro nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, si pjesë integrale e paketës së financimit prej 120.5 milionë euro. Linja do elektrifikohet dhe do parafrohet me standardet e Bashkimit Evropian, duke mundësuar udhëtime me tren me shpejtësi deri në 120 km/h. Përpjekjet për sigurimin e fondeve për rehabilitimin e linjës hekurudhore Durrës-Rogozhin kanë disa vite që kanë nisur, teksa në nëntor të vitit 2020 përfundoi dhe vlerësimi i ndikimit në mjedis, një dokument që jep edhe detajet e projektit. Sipas tij, projekti për rehabilitimin e këtij segmenti me gjatësi rreth 34 kilometra përfshin zgjerimin e trases hekurudhore, ndërtimin nga e para të urave në përputhje me kushtet sismike dhe gjeologjike të zonës, si dhe prishjen dhe rindërtimin e tunelit të Rogozhinës me gjatësi 380 metra. Gjithashtu do ndërtohen stacionet e reja në Golem, Kavaj, Lekaj dhe Rogozhin, të pajisura me sisteme sinjalistike dhe komode për udhëtarët. Ndërhyrjet do të përfshin dhe instalimin e sistemeve të reja të sigurisë në kalesat në nivel, mbylljen e atyre të pa autorizuara dhe ndërtimin e rrugëve dytësore për të garantuar qarkullim lokal. Një element tjetër teknik është rehabilitimi i trekëndshit të Shkozetit, i cili do lejojë trenat që vijnë nga jugu dhe Elbasani të kalojnë në drejtim të veriut pa hyrë më në stacionin e Durrësit, duke përmirësuar ndjeshëm efikasitetin e lëvizjes së mallrave dhe udhëtarëve në të gjithë rrjetin. Pas sigurimit të financimit për Durrës-Rogozhin, vëmendja për korridorin 8 është vendosur te aksi tjetër i këtij korridori nga Rogozhina në Pogradec. Aksi hekurudhor Rogozhin-Pogradec, pjesë e korridorit 8, është në fazën e përgatitjes së projektit të detajuar, teksa vlerësimet paraprake tregojnë se kosto për rehabilitimin e tij shkon në mbi 500 milionë euro. Për Rogozhin-Qafsan, parashikimi, pasi jemi në parashikimet të nderuar në lidhje me, pra është duke përgatitur për projekti paraprak lidhje me atë projekt, mund të shkojë mbi 500 deri tani mbi 500 milionë euro. Po flasim për korridorin 8 pan-europian që do të lidhi Europën nëpërmjet Shqipërisë me detin e Zi. Dhe për sa i përket alternativave të tjera, ne jemi në bashkëpunim të plot me autoritetet e Maqedonisë Veriut të nderuar. Dhe normalisht ka një progres të mirë nga ana e tyre, nuk kanë lëvizur deri më tani perspektivën e ndërlidhjes direkte ndërmjet Shqipërisë dhe bregut lindor të Bullgarisë në detin e Zi. Projekti detajuar për segmentin 120.3 km Rogozhin-Pogradec financohet nga një grant i Kornizës së Investimeve të Ballkanit Perëndimor, ndërsa pritet të përfundojë në mars të vitit 2027. Ndërkaq, sikurse ka bërë me dije më herët Hekurudha shqiptare, për rehabilitimin do vijohet me aplikimin për grant dhe më pas me marrëveshjet e kredive me Bankën Evropiane të Investimeve dhe Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Kjo strukturë financimi është ndjekur dhe me aksin tjetër hekurudhor të korridorit 8 Durrës-Rogozhin. Për këtë segment që ka një gjatësi prej 33.5 kilometra, tashmë marrëveshjet e kredive dhe grantit janë miratuar në komisionet parlamentare. Më konkretisht, për realizimin e projektit me vlerë 120.5 milionë euro, do akordohet një grant prej 60.5 milionë euro nga Bashkimi Evropian, si dhe 2 kredi nga 30 milionë euro nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe Banka Evropiane e Investimeve. Ndër projektet më të avancuara hekurudhore për vitin 2025 renditet dhe hekurudha Vorhani Hotit, për ndërtimin e së cilës është faqur një interes i lartë nga kompanitë ndërkombëtare. 16 kompani nga Evropa dhe Azia kanë shprehur interes për ndërtimin e linjës hekurudhore Vorhani Hotit. Në listën e aplikantëve përfshihen kompani nga Turqia, Italia, Kina dhe India, si dhe disa konsorciume ndërkombëtare që garojnë në formë joint venture, duke bashkuar kapacitetet teknike dhe financiare për të përmbushur kriteret e kërkuara. Procedura e prokurimit publik për këtë projekt u hap nga Bergj në dhjetor të vitit 2024, ndërsa afati për shprehjen e interesit u shty nga 24 janari në 24 shkurt 2025. Me mbylljen e fazës së para kualifikimit, kompanitë që do kualifikohen do të ftohen të paraqesin ofertat teknike dhe financiare në fazat pasuese, me objektiv lidhjen e kontratës brenda vitit të ardhshëm. Autoritetet konfirmojnë se qëllimi është që fazat e mbetura të prokurimit
të përfundojnë brenda 6 mujorit parë të vitit 2026, duke e konsideruar vitin 2030 si ende realist për përfundimin e plot të linjës hekurudhore. Ky projekt me vlerë totale 368 milion euro është ndër më të rëndësishmit në kuadër të modernizimit të transportit hekurudhor në vend. Ai bashkëfinancohet nga Bergh, Banka Evropiane e Investimeve dhe një grant nga Bashkimi Evropian. Punimet do përfshin rehabilitimin e rreth 120 kilometrave hekurudh ekzistuese, duke mundësuar shpejtësi operimi deri në 120 km/h. Përveç projekteve që janë në zbatim ose në fazë tenderimi, viti 2025 solli dhe projektin hekurudhor Durrës-Prishtinë, një projekt prej 1.8 miliard euro që synon të lidhë me hekurudh Shqipërinë me Kosovën. Linja hekurudhore nga Shkodra në Gjakov do ketë 7 stacione në një gjatësi prej 105.8 km. Televizioni Skan ka zbardhur detajet nga prezantimi i studimit të fizibilitetit për projektin që do lidh me hekurudh Shqipërinë me Kosovën, që u bë nga konsulenti pranë institucioneve shtetërore. Vlerësimi merr në konsiderat segmentin që nis nga Shkodra dhe përfundon në Gjakov, duke qenë se gjurma nga Durrësi deri në Shkodër do jetë e njëjtë me linjën hekurudhore Vorhani Hotit, për të cilën po zhvillohen procedura tenderuese për ndërtimin e saj. Sipas dokumentit, segmenti Shkodër-Gjakov do të përmbajë 43 ura dhe 14 tunele, teksa gjatësia totale tuneleve është 35.3 km. Sipas prezantimit, kostot për këtë segment përllogëriten në 1.8 miliard euro. Rreth 1.7 miliard janë kosto që nevojiten për ndërtimin, ndërsa pjesa tjetër përllogëriten si kosto për leje, shpronësime e të tjerë. Në prezantimin e bërë para institucioneve shtetërore nga konsulentët, thuhet se rezultatet dhe gjetjet e studimit të fizibilitetit dhe projektimit konceptual të hekurudhës Durrës-Prishtinë provojnë fizibilitetin teknik dhe qëndrueshmërinë ekonomike të projektit. Treguesit financiar të projektit sugjeron se ai nuk është financiarisht i zbatueshëm. Megjithatë, kjo është situatë e zakonshme për projektet e mëdha të infrastrukturës hekurudhore, thuhet ndër të tjera në prezantim. Nisur nga këta tregues, konsulentët ju rekomandojnë institucioneve që të kalojnë në fazën tjetër, por të mbajnë në konsiderat se projekti konceptual i tunelit mbështetet në informacione shumë të përgjithshme gjeologjike, hidrogjeologjike dhe gjeoteknike, duke kërkuar supozime të rëndësishme. Këto supozime duhet të vërtetohen në fazat e mëvonshme të projektit për të siguruar fizibilitetin teknik dhe financiar, thuhet ndër të tjera në dokument. Finalizimi i projektit për linjën hekurudhore Shkodër-Gjakov kërkon një periudhë 10 vjeçare. Viti i parë përfshin zhvillimin e projektimit paraprak, ndërsa në vitin e dytë do duhet të zhvillohen tenderë ndërkombëtar dhe lidhja e kontratës me kompaninë që do të ndërtojë hekurudhën. Përgjatë 2 viteve të para, duhet të përfundojë dhe zhvillimi i dizajnit të detajuar apo shpronësime të mundshme në gjurmën ku do të kalojë hekurudha. Kohëzgjatja e ndërtimit është 7 vjet, ndërsa në vitin e fundit duhet të kryhet testimi dhe vënia në punë. Viti 2025 shënoi dhe hapjen e një fronti të ri për hekurudhën shqiptare, me nisjen e projektimit për rehabilitimin e linjës Rogozhin-Vlorë dhe ndërtimin e degëzimit të ri që do lidh qytetin e Vlorës me aeroportin. Hekurudha shqiptare ka nënshkruar kontratën me kompaninë fituese për projektimin e rehabilitimit të linjës hekurudhore Rogozhin-Vlorë dhe ndërtimin e një degëzimi të ri që do lidh qytetin e Vlorës me aeroportin ndërkombëtar të këtij qyteti. Fituesja e tenderit ishte kompania austriake ILF Consulting Engineers Austria, e cila ofroi një çmim prej 78.81 milion lek PATVSH për hartimin e projektit DES, teksa kontrata përfundimtare ka një vlerë prej 94.57 milion lek, duke përfshirë edhe TVSH-n. Procedura e prokurimit me një fond limit prej 95 milion lekësh u hap në dhjetor të vitit të kaluar. Sipas dokumenteve të tenderit, linja hekurudhore ekzistuese Rogozhin-Vlorë me gjatësi 84.27 km funksionon aktualisht nën kapacitetin e saj optimal për shkak të infrastrukturës së amortizuar dhe nevojës për ndërhyrje të thella teknike, ndërkohë që kontrata përfshin dhe studimin për ndërtimin e një linje të re hekurudhore që do lidh qytetin e Vlorës me aeroportin që po ndërtohet. Linja e re hekurudhore do jetë elektrike dhe e projektuar për një shpejtësi deri në 120 km/h. Qëllimi është krijimi një transporti të integruar midis hekurudhës dhe aeroportit, duke siguruar akses më të shpejt, të sigurt dhe të qëndrueshëm për udhëtarët. Sipas hekurudhës shqiptare, ky projekt do kontribuojë dhe në rritjen e sigurisë së lëvizjes dhe uljen e aksidenteve në rrugë. E teksa investimet në hekurudhë po marrin formë, viti 2025 shënoi dhe kthesën për operimin e trenave të pasagerëve me koncesion.
Operimi i trenave të pasagjerëve në rrjetin kombëtar hekurudhor mund të jepet me koncesion. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe programi Connecta 2, i financuar nga Bashkimi Evropian, po zhvillojnë propozime për të dhënë një kontratë shërbimi publik, teksa disa projekte hekurudhore janë në zhvillim. Sipas hekurudhës shqiptare, Ministria ka porositur një konsultim paraprak të tregut për të vlerësuar interesin në një kontratë operimi për pasagjerët dhe për të mbledhur reagime në mënyrë që të sigurojë një proces tenderimi transparent, konkurrues dhe efikas. Operatori i zgjedhur i trenave do furnizojë dhe ndoshta do mirëmbajë trena të rinj, të dorës së dytë ose të marrë me qira, dhe gjithashtu mund të kërkohet të mbledh tarifat. Kozgjatja e kontratës dhe modeli shpërblimit do përcaktohen bazuar në rezultatin e konsultimit të tregut, duke marrë parasysh ciklet e jetës së trenave, kostot e mobilizimit dhe nevojën për të siguruar një tender konkurrues. Tu përfshihen shërbimet e pasagjerëve në linjat Tiranë-Durrës, Tiranë-Rinas dhe Durrës-Rinas, si projekte më i avancuar aktualisht. Më pas synohet zgjerimi shërbimeve në linjën Vorrhani-Hotit dhe Durrës-Pogradec. Operacionet e pasagjerëve vlerësohen në 1.1 milion tren kilometra në vitin 2026, duke u rritur me zgjerimet e ardhshme në rreth 4 milion tren kilometra në vitin 2036, sipas kompanisë shtetërore të hekurudhave. Operatorët do kishin një mundësi unike për të hyrë në një treg në rritje me mbështetje të fortë qeveritare dhe të Bashkimit Evropian, duke ofruar potencial përfitim afatgjat përmes kontratave të shërbimit publik dhe zgjerimit të ardhshëm në shërbime ndërkufitare. Pas një viti të dominuar nga projektet rrugore dhe hekurudhore në zbatim ose projektim, fundi kësaj panorame infrastrukturore përmbyllet me shifrat e buxhetit për vitin 2026. Janë pikërisht fondet e parashikuara për vitin e ardhshëm që tregojnë se cilat janë projektet me përparësi dhe se sa reale janë ambicjet për infrastrukturë rrugore dhe hekurudhore moderne. Buxheti për ndërtimin dhe sistemimin e rrugëve do pësojë rritje gjatë vitit 2026. Për këtë zë buxhetor janë planifikuar 20.22 miliard lek nga 18.53 miliard lek që ishte si vjet. Referuar listës së shpenzimeve, projekti me vlerën më të lartë të financimit është ndërtimi korridori 8, me një total prej 8.4 miliard lek për 13 lotet ku aktualisht është duke u punuar. Një tjetër projekt i rëndësishëm që merr financim është bypassi Tiranës, me gati 2.2 miliard lek. Gjithashtu për këtë segment është përfshirë si zë buxhetor për herë të parë edhe loti 3, teksa nisja e financimit parashikohet në vitin 2027. Po ashtu një zë buxhetor i ri është dhe ndërtimi rrugës lidhëse Tiranë-Elbasan me korridorin 8, që synon lehtësimin e trafikut që krijohet në afërsi të rreth rrotullimit të Bredasheshit, teksa financimi edhe për këtë projekt parashikohet të nisë në vitin 2027. Buxheti i vitit që vjen siguron financim edhe për zgjerimin e autostradës Tiranë-Durrës në 3 lotet ku aktualisht po punohet, ndërkohë që financimi për fazat 4 dhe 5, që u përfshin si zëra për herë të parë vitin që shkoi, parashikohet të nisë në vitin 2027. Në total për këtë projekt për vitin 2026 janë planifikuar 1.93 miliard lek. Gjithashtu buxheti i vitit që vjen parashikon financime për rikonstruksionin e rrugës kombinat Ndrojsh-Blepa, jo vetëm për lotin 1, por si vjet janë buxhetuar edhe lotet 2 dhe 3. Këto dy segmente janë të vetmit për të cilët fillon financimi i ri pasi gjithë projektet e tjerë janë vazhdim nga vitet e kaluar. Një projekt që merr buxhet është dhe rehabilitimi i rrugës Fjerë-Kthesa e Patosit Fratar me 1.2 miliard lek, si dhe ndërtimi i fazës 1 të bypassit të Sarandës me një fond prej 720 milion lek të vënë në dispozicion. Paralelisht do vijojë financimi për kontratat e partneritetit publik-privat me një vlerë totale prej rreth 5.3 miliard lek. Parat do shkojnë për koncesionin e rrugës së Arbrit, autostradën Milot-Morin, ndërtimin e rrugës Orikum-Dukat, si dhe shërbimet inxhinierike të tyre, përfshirë dhe PPP-t për ndërtimin e aksit Tuman-Kashar dhe Lekaj-Fjerë. Edhe buxheti për sektorin hekurudhor parashikohet në rritje për vitin 2026, ndërsa pjesa dërmuese e fondeve mbetet financimi huaj, përfshirë grantet dhe kredit nga institucionet ndërkombëtare si Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, Banka Evropiane e Investimeve dhe Korniza e Investimeve për Ballkanin Perëndimor. Për vitin e ardhshëm, investimet e huaja në këtë sektor arrin në 4.6 miliard lek, nga të cilat 1.5 miliard lek janë grant, ndërsa 3.1 miliard lek janë kredi. Ndërkohë, financimi i brendshëm ka vlerën e rreth 1.3 miliard lekëve. Në këtë shifër përfshihet mbështetja buxhetore prej 400 milion lek për rikthimin e stacionit të trenit në Tiranë, si dhe 350 milion lek për blerjen e trenave elektrik për hekurudhën Tiranë-Durrës-Rinas. Ndërkohë që pjesa tjetër shkon kryesisht për mbulimin e TVSH-s për kontratat ekzistuese. Për vitin 2026, portofoli i investimeve fokusohet në 3 projekte strategjike, të cilat janë të ndara në disa zëra buxhetor.
por që së bashku përbëjnë ndërhyrjet më të rëndësishme në rrjetin hekurudhor. Projekti më i madh mbetet rehabilitimi i linjës Tiranë-Durrës dhe ndërtimi i linjës së re Tiranë-Rinas, që përfshin dhe ndërtimin e godinave të stacioneve dhe elektrifikimin e saj. Projekti i dytë është linja Vorhani-Hotit, i cili vlerësohet si një nga segmentet më të rëndësishme për lidhjen hekurudhore me Malin e Zi dhe mëtej me rrjetin evropian, ndërsa i treti që merr financim është rehabilitimi i linjës Durrës-Rogozhin. Sipas relacionit të projekt buxhetit, synimi kryesor për sektorin hekurudhor është përfundimi i punimeve në aksin Tiranë-Durrës-Rinas, nisja e punimeve me ritme të larta në linjën Vorhani-Hotit dhe avancimi i projektit të linjës Durrës-Rogozhin. Në këtë kuadër, qeveria parashikon gjithashtu rritjen e volumit të transportit të mallrave me hekurudh në 45% në vitin 2028 kundrejt volumit të realizuar në 2014. Përveç 3 projekteve kryesore, buxheti i vitit 2026 mbështet dhe disa ndërhyrje të rëndësishme ndihmëse, të cilat lidhen me asistencën teknike për korridorin hekurudhor 8, mbikëqyrjen e punimeve në linjën Vorhani-Hotit, hartimin e projekteve ekzistuese dhe mirëmbajtjen e pajisjeve dhe infrastrukturës ekzistuese. Për televizionin Skan, Ola Mitre.